E dinit, ngrënia e ushqimit në emë plastike rrit rreziku në ndalimit të zemrës. Ngrënia e ushqimit nga emë plastike mund të risndjeshëm mundësinë e ndalimit kongestiv të zemrës, zbulon një studim i ri dhe studiuesit dyshojnë se kanë identifikuar arsyen. Ndryshimet në mikrobiomin e zorëve shkaktojnë inflamacion që dëmton sistemin e qarkullimit të gjakut. Studimi i ri me 2 pjesë nga studiuesit kinezi botuar në Science Direct shton provat në rritje të rreziqeve që lidhen me të ngrënit nga emë plastike dhe përditëson provat e mëparshme që lidhen kimikatet në plastik me sëmundjet e zemrës. Autorët përdorën një qasje me 2 pjesë, së pari duke parë se sa shpesh mbi 3.000 njerëz në Kinë hanin nga enët plastike dhe nëse kishin sëmundje të zemrës. Ata më pas i ekspozuan ndaj kimikateve plastike në ujë që i zjen dhe i derdhën në enë ushqimore për të nxjerrë kimikate. Të dhënat zbuluan se ekspozimi me frekuencë të lartë ndaj plastikës lidhet ndjeshëm me një rrezik të shtuar të ndalimit kongestiv të zemrës, vunë duke autorët. Plastika është e lidhur me rreth 20.000 kimikate dhe shumë prej tyre si BPA, bisfenol A, ftalatet dhe PFAS, substancat e perfluorizuara të alkiluara, paraqisin rreziqe për shëndetin. Kimikatet shpesh gjenden në paketimin e ushqimeve dhe janë të lidhura me një sër problemesh nga reduktimi i infertilitetit dhe deri te kanceri.